Nëse thimi në raportin medial, në manë që është publiku, dhe që 24 të nështë regjistru Hasan Pop kjo kompani. E po në ARBK-t e këshyra? Je këshyra me standardin është e vërtetë. Mas liberalizimi tregut energjetik. Që to këshyra dhe që to të E dyta, e ka në fokus do mon prodhim, transmetim edhe tregti me energji. Nëse kjo del e vërtet, atëherë del që realisht këtë ju në gjunë që sektor, mas liberalizimit të tregut, sidomos njerëz e afërt me politike, që ka skandaloze, moralisht e pa drejt. Se u ligjerisht pe kuptoj që se cilit qytetari Kosovës ka drejt me po kompanit vete. Po me udhëheq opozit, parti opozitare, me pretendu, me kritiku Martin Berishën, e me kritiku përveç asaj, mi pas ka 10 bodyguard, edhe me doli vetë me inë qatë treg, pasha zotit u spesha shumë morale. Se kush janë tjerë që janë kyqën në sektorët e energjisë, në tregtinë e energjisë? Kush janë tjerë nga politika? Nga politika orë dul një raport ma heret ka qenë ky zotni Dalipja, që kombjamnin, që ishtë qëlltari e kryeministri. Më falli. Kjo është e tepër. Këtë tregtia, mas liberalizimit tregut të energjisë, me u fokusu të familjet ose tek njerëzit e afërt me pushtetin, pasha zotin ose shumë morale. Le të më thot kush çka duhet. Ata që janë politik jo, po ata që janë politik kanë drejt. Apo një gjë. Po, veç pastaj mos se ta kompani